por jo se ka studiuar me vite, ka ndjekur kurse javore apo kurse 10 ditore dhe shpesh është ftuar nga Harvardi, nga universiteti për të marrë ligjërata, edhe para i viti ishte për të marrë ligjërata për tek studentët e këtij universiteti rreth menaxhimit të bashkisë, të shtetit, bile në kohë që ku ka qenë dhe zoti Rama në studime, ka qenë dhe kryetari i opozitës kolumbiane, Bogotës, kryetari i bashkisë në atë kohë, Antonio më duket emri, bashkë me Ramën marrin dhe ligjërata dhe ndiqnin këto, po ai psovi një krizë shëndetësore dhe u troj nga politika në 2014. Pra, nuk është janë fonde të fondacionit grek, po janë fonde të shoqërisë së hapur, e cila zonja në fjalë që e ka thënë ka qenë nën drejtoreshe e këtij fondacioni për Ballkanin, apo sepse e dim që fondacionet e shoqërisë së hapur ka shumë njerëz aty, ka grek, ka shqiptar, ka serb, ka të gjithë punojnë për të mirën e këtij fondacioni tek e fundit që paguhen. Pra nuk ka aty ndjenja nacionaliste, kombëtare apo patriotike. Zoti Rama, mendoni që mund të jetë paraprit nga ndonjë bisedë mes tyre private e dy kryeministrave përpara se kishin ato shkëmbimet Rama me Mitsotakishin? Do të them këtë gjë që zoti Rama dhe Mitsotakis kanë një shoqëri të mirë, janë miq të mirë, shok të mirë, po them miq kanë dhe hyrëdalje familjare, përderisa zoti Rama publikisht dihet ka dekruar, ka ngrënë drek 2 herë në shtëpinë e zotit Mitsotakisit, siç është tradita e jon aty ku kalon prag shtëpie, e quan mik. Edhe ai kur kalon pragun e shtëpisë janë miq të mirë, janë në një linjë të gjeopolitikës ndërkombëtare që them, por janë të koordinuar nga shërbimi informativ grek, me fjalë sepse në Greqi institucionet janë pavarur dhe ndahen midis kryeministrisë, shtetit dhe shërbimet. Dhe ushtria janë pavarur në krahasim me ne Shqipëri që janë politikë. Por është një sulm i koordinuar, po e them këtë gjë dhe i mbështetur fuqishëm edhe nga lobi grek i Amerikës, ku një korrier është zoti Beleri, si eurodeputat është korrier që hedh balt mbi Shqipërinë dhe mbi kryeministrin Rama, të rast, dhe prandaj them që këto gjëra nuk duhen të merren kështu. Më vjen keq që zoti Rama mund të kishte pasur në karrierën e tij politike 2 çështje të suksesshme ndaj Greqisë dhe me Greqinë. Nëse ai do të kishte zgjidhur heqjen e ligjit të luftës me Greqinë, që është gjë shumë e lehtë, unë kam studiuar këtë gjë dhe pse është një problem i lehtë, edhe zgjidhjen paqësore të çështjes Çamit, që Çamët gjithmonë shqiptarët e Çamërisë me fjalë, gjithmonë kanë kërkuar një falje publike e Greqisë ndaj masakrave që kanë bërë nga pastrimi etnik, që sepse kështu është në literaturën e disa historianëve grek nuk quhet gjenocid, por quhet pastrim etnik. Dhe kjo çështje do zgjidhet paqësore midis 2 fqinjve të mirë, pse jo dhe midis 2 krushëve të mirë, sepse kemi me mira martesa miks midis njëri tjetrit. Kjo do të quajë suksesi më të madh të zotit Rama në politikën e tij me fqinësinë e mirë me anë të Greqisë. Prej kaq vitesh, ai mbi 10 vite që është kryeminist, nuk mundi të avanconte këtë çështje dhe nuk mundet të zgjidhë çështjen e kufirit detar, duke ka përcyer ligjin e luftës dhe zgjidhjen paqësore të çështjes Çame, nuk mund të quhet e suksesshme. Me që ndodhet tek çështja e Çamërisë, mendoni që mund të kemi së shpejti ndoshta një paralele me ato që ndodhin në Preshev, projekt ligjin që po bëhet gati në Kongresin Amerikan? Çështja Çame është shumë delikate në krahasim me luginën e Preshev. Për arsye ashtu që thash dhe njihet në historiografi dhe nga disa historianë grek që ka kemi pasur pastrim etnik. Pasi u pastru nga elementi shqiptar që i përkiste fesë musliman dhe ata shqiptar ortodoks atje, të cilët deklarojnë se ishin shqiptar, u vranë, u persekutuan apo u përzuan, atëherë të tjerët aty ulën kokën, heshtën dhe u asimiluan në grek. Pra nuk duhet bëjmë këto paralele. Neve Shqipëria duhet kërkojë. Mundet të jetë nisur nga andej për të ushtruar presion, sikur po ushtron presion pra Kongresi Amerikan ndaj Serbisë për të hequr pasivizimin në Preshev, pra një lloj presioni që të zgjidhet çështja Çame? Do të dim që Greqia nuk njeh asnjë pakicë kombëtare në Greqi, edhe pse atje jetojnë shqiptar, pomak, turq, slav, maqedonas, bullgar, rom, Egjiptas nuk njeh asnjë nga këto. Vlehët që nuk i njeh dhe i quan grek dhe i asimilon në mënyrë të egër, ku vlehët kanë një kontribut të çmuar si në Shqipëri, si në Greqi, si në Serbi, si në Maqedoni, në të gjithë shtetet ku kanë jetuar vlehët si pakicë, kanë dhënë kontributin e tyre në këtë forcimin e këtyre shteteve, dhe Greqia është i vetmi shtet që nuk i njeh vlehët si pakicë kombëtare apo si një popullsi tjetër që nuk është vlehë, po mundohet të asimilojë dhe të thjesë që t'i zhdukit kulturën e tyre, gjuhën e tyre dhe historinë e tyre. Pra, Greqia ka shumë probleme, nuk janë vetëm Çamët, janë dhe hebrejt, që ashtu,